Sot dua të ndalosh për pak, vere dorë në zemër, merr frymfell dhe lirohu dhe pyete veten me ndershmëri dhe me përgjegjësi për veten tënde dhe pyet: apo jetoj jetën time apo jetoj ashtu si më thonë të tjerët? Dhe ndiqe këtë video deri në fund që të shikosh të vërtetën tënde. Je burr ose grua? Apo jetoj apo mbi jetoj në këtë jetë? Shumë prej nesh që fëmijë na mësuan të jetojmë për të tjerët. Na mësuan të eshtim, të mos flasim para të mëdhenjve, të duam të tjerët, të respektojmë të tjerët, për të gjitha për të tjerët. Asnjëherë nuk të mësuan, mos ky brezi im, që ti ke të drejta. Po a e di që ti ke të drejta si shpirt dhe i drejta jote është nga burimi, është nga Zoti, nga universi. Dhe këtu dua të them, shikoj ku janë shkelur të drejtat e tua në jetën tënde. Dhe kur ti i shkel të drejtat e tua, ashtu si edhe unë, atëre mblidhet zëmërimi brenda teje, sepse ti ke mbajtur të gjitha brenda, ke heshtur, nuk të është dhënë e drejtë e fjalës, e drejtë e jetës. Shumë të drejta, në një video tjetër do bëj cilat të drejta ti i ke shkelur, i ke lejuar të shkelen. Nuk e patur kufi, sepse nuk të mësuan të kesh kufi. Edhe të gjitha të zëmërimin e mbajte je burr ose grua, si kush ka të drejtat e tij. Dhe ky zëmërim të bën një vulkan që punonte në brendësi. Të bë sëmundje dhe shpeshherë u bëre të jesh me ankth, të shpërthesh jashtë kur të preken të drejta se nuk duron dot më, por nuk ke vetëm zëmërimin tënd dhe urrëtitjen, mlefin aty brenda. Ke zëmërimin e të gjithë brezave që janë mbrapa teje, të nënës, të babait, të gjyshes, të gjyshes dhe shumë që nga krijesa, që nga gjinia e parë mashkullore dhe femrore. Këtë kam zbuluar në trajnimet e fundit që kam bërë, dhe na duhet ne që të ndryshojnë, se mos për shqiptarët e Shqipërinë, për Kosovën, për gjithë botën. Por ne na janë shkelur më tepër të drejtat, kemi jetuar për të tjerët. Dhe e gjithë toka shqiptare, gjithë njerëzit mbajnë zëmërim. Zëmërim të trashëguar, zëmërim që nuk e lejuan veten të jetojnë për veten, dhe ajo na del me agresivitet. Ndaj dhe burrat shqiptarë kanë shumë agresivitet, por dhe ne gratë nuk shkojmë mbrapsh. Dhe këtu dua të pyes, ti burr dhe grua, a i një të drejtat e tua, apo ja u ke dhënë prindërve, mësuesve në shkollë, pronarve në punë, shoqërisë, qeverisë, të gjithëve, dhe ke lënë veten tënde në fund. A ke vënë kufi tek vetja jote, të mos shkelen këto të drejta? Dhe sot pra pyete veten, apo rron për veten tënde, apo jeton nga frika, që nëse kthen fjalë, nëse bën diçka tjetër dhe mbron të drejtat e tua, njerëzit nuk do të duan, do të braktisin, do të përjashtojnë nga familja, do të përjashtojnë nga shoqëria, dhe do jesh ai personi i treguar me gisht. Sidomos ne në Shqipëri e kemi shumë të theksuar këtë. A i dini që kishe të drejtat nga Zoti, nga burimi, nga universi, të dashurosh, të respektohesh,
të punosh, të çlodhesh, të kesh të drejta në pasuri, të kesh të drejta në dashuri, të kesh të drejtën e shëndetit të plot, të kesh shumë të drejtë, të kesh të drejtë të martohesh, të rish beqar, të kesh drejtë të bësh fëmijë, të mos bësh fëmijë, të kesh të drejta të zgjedhësh, të kesh të drejta të mos punosh, gjithçka janë të drejtat e tua. Më ndiqni këtu në TikTok, në YouTube, komentoni çfarë të drejtat kujtoni që keni edhe cilat keni shkelur që të mbijetoni, që mos përjashtoheni. Më shkruani në mesazh privat, nëse keni tur, po duhet të mësojmë që kemi dhe të drejtën e shprehjes, të fjalës, të vërtetës tonë, pa frikë. Dhe shpërndani këto video dhe në rrjetet sociale tuaj. Dhe në ditët në vazhdim, më ndiqni se do bëjmë një Zoom live falas. Do ta them dhe datën, po më shkruani me mesazh privat në qoftë se jeni të interesuar që t'ju dërgoj link. Dhe do flasim për të drejtat tona, cilat i ke dhënë këto të drejta, që i ke humbur dhe si ato t'i marrim mbrapsh. Dhe të shikosh si jeta jote do filloj të ndryshoj. Gjithashtu, për të gjithë guximtarët, të gjithë ata që vërtet duan të bëjnë transformimin dhe t'i kushtojnë vetes, t'i investojnë të vetja e tyre, në datën 14 janar, do filloj një trajnim i fuqishëm 6 javor ndërmjet platformës Zoom. Dhe kudo që jeni në tërë botën dhe ka internet dhe një telefon, mund ta ndjekësh këtë program. Por nëse nuk do, për qëllime dhe arsyet e tua, ti mund ta marrësh këtë program dhe ta punosh në qetësinë tënde, në shtëpinë tënde, se do jetë e gjithë informacioni i përgatitur. Por terapia në grup që bëjmë së bashku do të ndihmoj më tepër, se do shikosh që nuk je vetëm ti që ke humbur të drejtat, nuk je vetëm ti që vuan, dhe energjia e të gjithëve së bashku na ndihmojnë të lirojmë për gjithçka. Erdhi koha që ne të shikojmë shpirtin ton, trupin ton, se çdo traumë nuk mund t'i iki me afirmime, nuk ik vetëm duke bërë meditime, por duhet të vejmë atje ta shikojmë, ku rikrijua dhe ta lirojmë, sepse trupi ka memorje dhe nuk harron asgjë kurdo që ka krijuar, sepse dhe shumë trauma janë të trashëguara. Jam Erita Cake, terapiste energjetike universale, dhe jam këtu për të kujtuar kush je, pse ke ardhur, çfarë erdhi të bësh në tokë dhe ku do shkosh. Jam këtu të bëhet zgjimi jot personal dhe kolektiv. Jam këtu të ndihmoj të lirosh të gjitha traumat e trashëguara, ato që janë trashëguar dhe në mitrën e nënës tënde kur ishe foshnjë, dhe më mbas dhe deri tani, dhe të gjitha ato traumat që janë shoqërore, botërore, universale, sepse ne ndjejmë njëri tjetrin. Jam këtu me metodat e ndryshme të ndihmoj kur ti je gati të ndihmosh veten tënde. Kam mbaruar të ndala të bëj rolin e shpëtimtares. Prandaj do të të mësoj dhe ty që ke bërë këtë rol dhe ke mbijetuar, sepse gjithmonë kemi një fitim nga mbrapa kur bëjmë çfarëdo që bëjmë. Ju dua shumë dhe ju mirëpres. Më ndiqni, shpërndani video, komentoni dhe të ndihmojmë njëri tjetrin, sepse vetëm kështu shoqëria jonë do ndryshojë.